Megjithatë, më lani fillimisht me theksu që ky raport në fakt përbën njërin prej lajmeve shumë të këqija për Republikën e Kosovës. Dhe negociisht nuk kam ndërmend me përjashtues përgjithësinë e sistemit gjyqësor në këtë pjesë, por sigurisht që kanë kuptuar që do duhet kishim një reflektim të përgjithshëm të këtij raporti, për shkak se më duket që liria e medias është një prej parametrave objektiv për në nivelin e zhvillimit të demokracisë në vend edhe të rrjedhimisht të sundimit ligjsh apo me qujt. Dhe në këtë kontekst sigurisht që ky raport përfaqëson një alarm edhe për sektorin e drejtësisë në përgjithësi, por edhe për gjyqësorin. Në fakt, pjesërisht qëndron konstatimi juaj, sepse në vitet e fundit ne kemi ndërmarrë veprime me adresuar në mënyrë të duhur çështjen e gazetarëve në të dy situatat, edhe kur ka sulme ndaj tyre në kuptimin e zhvillimit të procedurës penale dhe gjykimeve të duhura ndaj kryesëve të veprave penale, por edhe në situatën e rasteve kur ka padi si tendencë ose përpjekje me pengu punën e gazetarëve, siç ndryen padit slap. KXK me strategjinë për çështën e drejtësisë ka prioritizuar këto raste. Dhe nëse e shikojmë edhe me shifra, nëse të kemi dikun mbi 600 raste të fyrje dhe shpifje, ku bëjmë pjesë edhe raste të gazetarëve, por që kur krahasohet me periudhën e parshme, më me konstatu me përgjithësi që trajtimi i këtyre rasteve është duke ndodhur në gjykatat tona dhe është duke ndodhur me nivel të lartë të profesionalizmit të gjyqtarëve, sepse kemi edhe vendimet në fushën civile që janë shumë kredibile dhe unë besoj janë përputhje me standardet ndërkombëtare. Po bëhet një monitorim dhe unë shpresoj që gjitha këto raste do trajtohen në kohë sa më shkurt që është e mundur. Dhe gjatë këtij procesi trajtimi këtyre rasteve ne do të kemi mundësi me ndërtuar standardet se si duhet sillim, sepse nuk është ideja që definitivisht kur ka fyrje dhe shpifje dikush të amnestohet, por nikosisht pra duhet merren vendime të duhura, por nikosisht duhet preventohen situatat kur realisht nuk ka bazë. Kur shihen që ka elemente të qartë padisla. Po absolutisht, pra duhet të pengohen këto raste, dhe po besoj që rastet e fundit të gjykatave tona, që kanë qenë krejtësisht transparente, kanë demonstruar nivel lartë të profesionalizmit të gjyqtarëve. Mbetet pak më kritike pjesa e trajtimit në procedura penale, jo në kuptimin e efikasitetit të gjykatave, sepse ato raste po trajtohen, por në kuptimin e politikës shkrimore, sepse realisht mund ande të kemi konstatime që dënimet janë të ulta. Megjithatë, unë jam theksoj diçka që gjyqësori ka një reflektim serioz përballë kësaj situate dhe po ja tham krejt publikisht që ne si këshill gjyqësor dhe si sistem gjyqësor absolutisht përkrahim idenë që direktiva e BE-s duhet të transpozohet në legislacionin e brendshëm dhe madje ne kemi përkrahur që kjo të jetë pjesë e kodit të procedurës civile tek procedurat e posaçme, madje edhe me ndihmën e ekspertëve, por edhe të zyrës ambasadës britanike në fakt në procesin e mbështetjes për kodin në procedurë civile ka pas ide dhe ka edhe koncepte që gjyqtarët e preferojnë që të kemi në kuadër të kodi realisht edhe inkorporimin e kësaj direktive në kuptimin e trajtimit të rasteve të padive slap. Pra ka progres. Megjithatë, situata e rangimit të Kosovës në këtë rast sigurisht që përbën një kthim mbrapa dhe që definitivisht duhet të jetë, si më thonë, alarmi i dinamizimit të veprimeve, në këtë rast nuk po flas vetëm për KXK-n që këto raste trajtohen në afate rekord, rastet të bëhen sa më transparente që është e mundur dhe gjitha vendimet, në mënyrë që të kemi, si më thonë, edhe vlerësimet e aktorëve të tjerë mbi nivelin profesional të sjelljes së gjyqtarëve. Ajo që vlen me theksu në këtë rast është që ne tani kemi gjyqtarë sinqerisht të përgatitur për trajtimin e këtyre rasteve, që kanë edukimin e duhur dhe që kanë mundësinë me ndjekje dhe standarde ndërkombëtare, edhe si hulumtim, por edhe si zbatimi i këtyre standardeve në këto raste. Dhe po besoj që në këtë pikë Kosova ka mundësi me ndërtuar një praktikë të mirë gjyqësore.
Mi konfirmove konkludimet cilat I pata me... Pjesërisht. Jo pjesërisht, po besoj në mënyrë absolute, sepse nuk po është diçka tjetër nga ajo që e thashun e që nuk e konfirmuat ju. Në fakt, raportet duhet shikohet në një perspektivë më të gjerë të përgjithësive edhe të sjelljeve shoqërore, të institucioneve dhe duket që pjesa e drejtësisë është sigurisht ka rëndësi, por është vetëm një pjesë e raportit. Natyrisht e thash, e theksova edhe në fillim. Po ndalim vetëm të një aspekt, sepse e shpjegu të pjesa në fushën civile se çfarë do të ndërmerrni ndoshta edhe si këshill gjyqësor në mënyrë që të ketë një çështje tjetër prej asaj që ka qenë ndoshta deri më tash. Tek fusha penale, ajo çka është zhgënjyse janë politika ndëshkimore, janë dënimet e buta, të lodha që ju thojmë na gazetarët shpesh, ku kërcënuesit e gazetarëve ose sulmuesit e gazetarëve dënohen në raste shumicë ndoshta me gjoba. Domethënë disa gjoba të cilat nuk I ndëshkojnë edhe nuk dhojnë mesazh të duhur në publik, sidomos te ata që janë sot që e shohin punën e gazetarëve, e të cilët në këtë klimë që është krijuar në Kosovë me lehtësinë më të madhe, jo vetëm që I kanosin, po edhe I sulmojnë, ndoshta edhe mund përfundojnë çështja është politika ndëshkimore dhe në rastet e sulmeve ndaj gazetarëve është në kuadër të politikës së përgjithshme ndëshkimore dhe për cilën do të flasim. Absolutisht. Dhe që realisht ne jemi këtë të zhvendishëm që në princip kemi thonë në shumë takime, sidomos takime të brendshme, kemi të vazhdueshme diskutime dhe po morëm veprime që duhet në mënyrë graduale të kemi një rritje të politikës ndëshkimore për sidomos për kategori të caktuar të veprash penale. Mirë po, kur e them është në kuadër të politikës përgjithshme ndëshkimore, kjo nuk kupton që realisht gjyqësori nuk ka mundësi pas të cilë ndryshe me sulmin e gazetarëve në raport me raste të tjera dhe ky është konteksti I sjelljes gjyqësore. Megjithatë, ta kemi parasysh që ka shumë aktivitete në këtë periudhë, edhe Gjykata Supreme, domethënë me datën 29 deri me datën 31 do të kemi takim Gjykatës Supreme me Gjykatën e Apelit në pjesën penale, ku do të diskutohen gjitha çështjet në mënyrë veçantë politika ndëshkimore dhe konsistenca që duhet kemi në të gjithë gjykatat në zbatimin e udhëzuesit për politikën ndëshkimore miratuar nga Gjykata Supreme. Po e përmeni këtu në takimin që kemi pas me Këshillin e Evropës dhe me në mbështetjet e Gjykatës Kushtetuese për konsistencën e praktikën gjyqësore, realisht është dhënë një rekomandim që Gjykata Supreme duhet të ketë mekanizëm të monitorimit, ndërkohë që ne vetëm kemi themeluar këtë mekanizëm me akte të brendshme dhe e kam theksuar edhe në një rast tjetër që nga ne janar 2026, në kuadër të Gjykatës Supreme do të kemi një si të veçantë zyrtarëve që e monitorojnë bazat ditore se cilin vend janë publikuar të gjykatës, nëse realisht është në përputhje me gjithmonë në monitorimin e degës përkatëse penale civile absolutisht të Gjykatës Supreme dhe në këtë mënyrë ne synojmë që të kemi raporte të përditshme të dinamikave në gjyqësor.